Tani po ndodh një bum ndërtimi në një nga vendet më të pamundura në botë, Antarktida, kontinenti më i ftohtë, më erë, më i thatë dhe njëkohësisht më i lagështi në planet. Është padyshim mjedisimi i ashpër që njeh njeriu. Temperaturat mund të zbresin deri në -90 gradë Celsius. Shpejtësia e erës mund të kalojë 320 km/orë. Gjatë dimrit, disa pjesë të kontinentit bulohen nga errësira për 6 muaj rresht. Udhëtimi dhe jetesa në këtë vend kërkojnë një nivel të lartë qëndrueshmërie dhe përgatitje. Megjithatë, në mënyrë surprizuese, Antarktida ka rreth 5.000 banorë gjatë verës dhe rreth 1.000 banorë gjatë dimrit. Ekzistojnë vendbanime të vogla me bare, dyqane dhe madje edhe kinema të vogla. Jeta është e pranishme dhe po zgjerohet. Aktiviteti ndërtimor në kontinent ka arritur nivele rekord. Këto vendbanime, aktualisht, janë të populluara kryesisht nga shkencëtarë që kryejnë punë kërkimore të avancuar. Megjithatë, kjo situatë mund të ndryshojë në të ardhmen e afërt. Në fillim të vitit 2024, gjeologët rusë zbuluan rezerva shumë të mëdha nafte. Vlerësohet se këto rezerva përmbajnë rreth 500 miliard fuqi naftë, që përfaqëson rreth 10 herë prodhimin e detit të veriut gjatë 50 viteve të fundit dhe më shumë se 2 fishi i prodhimit total të Arabisë Saudite. Ky zbulim ka rritur tensionet rreth kontinentit, që nga viti 1961, vendet që pretendojnë territor në Antarktidë kanë rënë dakord ta ruajnë atë për kërkime shkencore. Traktati i përkatës ndalon ndërtimin e bazave ushtarake dhe zhvillimin e aktiviteteve për nxjerrjen e naftës. Megjithatë, kjo marrëveshje pritet të skadojë në vitin 2048. Ndërkohë, disa shtete kanë filluar të forcojnë pretendimet e tyre përmes vendbanimeve, projekteve ndërtimore dhe pranisë njerëzore. Interesi për kontrollin e kontinentit po rritet gradualisht. Historia e përfshirjes ndërkombëtare në Antarktidë fillon gjatë luftës së dytë botërore, kur Gjermania organizoi ekspedita në përpjekje për të krijuar një bazë sekrete ushtarake. Më pas, Britania dhe Shtetet e Bashkuara ndërmorën veprime të ngjashme. Në vitin 1958, Shtetet e Bashkuara detonuan 3 armë bërthamore në rajon. Kjo tregoi se Antarktida mund të përdori si një element strategjik gjatë luftës së ftohtë. Për të shmangur për shkallëzimin e tensioneve, 12 vendet me pretendime territoriale arritën marrëveshjen për mbrojtjen e kontinentit. Aktualisht, 7 vende pretendojnë territore: Argjentina, Australia, Kili, Franca, Zelanda e Re, Norvegjia dhe Mbretëria e Bashkuar. Shtetet e Bashkuara operojnë baza kërkimore pa pretendime territoriale zyrtare. Edhe pse traktati njihet ndërkombëtarisht, pretendimet territoriale mbeten të diskutueshme. Një zonë e caktuar në kontinent pretendohet nga Argjentina, Mbretëria e Bashkuar dhe Kili. Pikërisht në këtë rajon janë zbuluar rezervat e naftës. Ndërtimi në Antarktidë kërkon përpjekje të jashtëzakonshme për shkak të kushteve ekstreme. Megjithatë, arkitektët dhe inxhinierët janë më aktivë se kurrë. Aktiviteti ndërtimor në të kaluarën ka pasur periudha intensive, veçanërisht në fund të viteve 1980 dhe gjatë viteve 1990. Një fazë ngjashme po zhvillohet aktualisht. Në vitet e fundit, British Antarctic Survey ka ndërmarrë një projekt të madh për modernizimin e infrastrukturës ekzistuese. Shkencëtarët që jetojnë në Antarktidë qëndrojnë për periudha nga 3 deri në 15 muaj dhe kontribuojnë në kërkime me rëndësi globale. Ata zbuluan vrime në shtresën e ozonit dhe vazhdojnë të studiojnë efektet e ndryshimeve klimatike. Antarktida konsiderohet si një tregues i rëndësishëm i gjendjes klimatike globale, pasi shumë nga shenjat kryesore të ndryshimeve klimatike vërehen aty. Ekipi britanik ka përfunduar ndërtesën Discovery, një projekt me vlerë rreth $370 milion, i cili zëvendëson disa ndërtesa më të vjetra në zonë. Kjo strukturë e re bashkon funksione të ndryshme në një hapësirë të vetme,
duke përmirësuar bashkëpunimin dhe efikasitetin. Stacioni përfshin një punëtori shkencore, qendër mjekësore, qendër operative dhe ambiente sportive, përfshirë një palestër me mur ngjitje. Ndërtesa Discovery nuk u ndërtua fillimisht në Antarktidë, e u projektua dhe u ndërtua në T-Sport, në Mbretërinë e Bashkuar, përpara se të transportohej në destinacionin final. Ndërtimi në Antarktidë nuk lejon gabime. Çdo material dhe pajisje duhet të transportohet me kujdes të madh, pasi nuk ekziston mundësia për furnizime të menjëhershme në vend. Për këtë arsye, shumica e ndërtesave janë të parafabrikuara. Ato ndërtohen dhe testohen në Mbretërinë e Bashkuar, më pas shmontohen dhe transportohen me anije të mëdha drejt Antarktidës, kur i ndërtohen në vend. Për të arritur në Rothera, ku ndodhet baza britanike, anije duhet të kalojnë përmes Oqeanit Jugor. Oqeani Jugor konsiderohet më i rrezikshëm në botë, pasi është i vetmi oqean që rrethon plotësisht globin, pa u ndërprer nga toka. Kjo krijon një masë të fuqishme rrotulluese uji, me erëra që mund të arrijnë deri në 130 km/orë, duke gjeneruar disa nga dallgët më të mëdha në botë. Në këto kushte, përplasja me një iceberg është katastrofike. Për shkak të klimës, icebergët mund të formohen në çdo kohë të vitit. Këto kushte përqendrohen veçanërisht në ngushticën Drake, midis Capit Horn në Amerikën e Jugut dhe ishujve Shetland të Jugut. Në disa zona, rrymat e ujit arrin deri në 150 milion metra kub për sekond, duke bërë atë një nga rrymat më të mëdha dhe më të rrezikshme në planet. Pasi anijet ankorohen në Rothera, punëtorët kanë vetëm 6 muaj kohë për të montuar ndërtesat. Nuk ka hapësirë për gabime apo vonesa. Pas muajit prill, drita e ditës zvoglohet ndjeshëm dhe temperaturat bien rregullisht nën zero. Akulli detar fillon të formohet dhe asnjë anije e re nuk mund të arrijë në stacion, ndërsa fluturimet ndalojnë që në mes të Marsit. Në këtë fazë, është pothuajse e pamundur të hysh ose të largohesh nga kontinenti. Ndërtesa duhet të përballojnë kushte ekstreme atmosferike. Temperaturat mund të bien papritur deri në -35 gradë Celsius. Rreshjet e borës shpesh arrin lartësi më të mëdha si një kat, ndërsa shpejtësia e erës arrin deri në 40 metra për sekond, me shpërthime që mund të shkojnë deri në 45 metra për sekond. Për këtë arsye, ruajtja e nxehtësisë është prioriteti kryesor në projektimin e çdo ndërtese. Veshja jashtme e ndërtesës Discovery përfshin elemente izoluese termike dhe sisteme që reduktojnë vibrimet. Strukturat janë projektuar për të qenë sa më hermetike, duke përdorur panele që bashkohen fort me njëra tjetrën dhe izolime të posaçme që pengojnë depërtimin e të ftohtit. Shumë ndërtesa në Antarktidë ndahen në zona funksionale dhe janë të pajisura me sensor që zbulojnë praninë e njerëzve. Hapësirat që nuk përdoren mbyllen përkohësisht dhe ngrohja ulet ose fiket për të kursyer energji. Sistemet e ventilimit janë të dizenjuara për të rikuperuar nxehtësinë nga ajri i përdorur, duke rritur efikasitetin energjetik. Mirëmbajtja e këtyre strukturave kryhet nga ekipe të specializuara që përfshin mekanik gjeneratorësh, hidraulik, elektricist dhe ndërtues. Në rast të një problemi serioz, personeli duhet të jetë i aftë të mbijetojë për muaj të tërë pa ndihmë të jashtme. Për këtë arsye, shumica e stacioneve përbëhen nga më shumë se një ndërtesë, në mënyrë që njëra të shërbejë si rezervë emergjente. Ndërtesa Discovery është ankoruar në tokë me 71 pika fiksimi për të përballuar erat e forta. Ajo është orientuar në drejtim lindje-perëndim për të përfituar nga erat mbizotruese verilindore. Forma e çatisë drejton erën përgjatë strukturës, duke ndihmuar në largimin e borës nga pjesët më të ekspozuara. Kjo ndërtesë është pjesë e një rrjeti vendbanimesh në të gjithë kontinentin. Kompleksi më i madh është stacioni amerikan McMurdo, i vendosur në gadishullin Hut Point në ishullin Ross, në detin Ross. Ky kompleks përbëhet nga më shumë se 80 ndërtesa dhe strehon rreth 1200 persona, duke funksionuar si një qytet i vogël me dyqane dhe ambiente sociale.
ekziston një bashkëpunim i vazhdueshëm midis bazave të ndryshme. Personeli nga baza Scott e Zelandës së Re shpesh viziton stacionin amerikan për aktivitetet të përbashkëta. Zbulimi i rezervave të naftës nga Rusia ka rritur tensionet në rajon. Kili ka aktivizuar forcat e tij mbrojtëse dhe ka zhvilluar takime sigurie në bazën e tij në Antarktidë. Kili dhe Argentina kanë zgjuar praninë e tyre në kontinent gjatë dekadave të fundit. Për të forcuar pretendimet territoriale, në Antarktidë janë lindur 11 fëmijë nga këto dy vende, që nga viti 1978. Nxjerrja e mineraleve është ndaluar sipas protokollit mjedisor të Antarktidës, por kjo marrëveshje, ashtu si traktati kryesor, do të rishikohet në vitin 2048. Aktiviteti ndërtimor në kontinent është në rritje. Megjithëse Antarktida mund të duket si një vend i shkretë dhe i pabanuar, e ju ka qenë e pranishme në jetën e specieve të ndryshme për shekuj me radhë. Kontinenti përbën një habitat të rëndësishëm për jetën e egër dhe kërkon mbrojtje të vazhdueshme. Historia ka treguar se konkurrenca për burime si nafta mund të sjellë pasoja të mëdha. Për këtë arsye, çdo veprim në këtë territor kërkon kujdes të lartë. Në dekadat e ardhshme, pritet që projekte ndërtimore të shtohen, ndërsa shtetet përpiqen të forcojnë pozicionet e tyre. Çfarëdo që të ndodhë, Antarktida është e destinuar të përjetojë ndryshime të rëndësishme. Abononi në këtë kanal për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin.